Shala ngre pikpyetje serioze mbi motivet e vërteta të opozitës shqiptare në Kosovë, e cila sipas tij po vepron në unison me agjendat antishtetrore serbe për ta përjashtuar Albin Kurtin nga pozita e kryeministrit. Në kuadër të kësaj, ai thotë se edhe Byroja Shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme po konsiderohet si shkaktare për krizën institucionale, jo Albulena Haxhiu. Ky ligj propozuar nga zonja Haxhiu në seancën e datës 5/12/2024 u miratua me 62 vota për pa praninë e partive opozitare përfshirë edhe listën serbe, kujton Shala. Publicisti e ka komentuar edhe propozimin për votim të fshehtë për kandidaten për kryetarin e kuvendit, duke pyetur se nëse populli voton fshehtë, pse nuk lejohet të votohet fshehtë edhe në kuvend. Pa dashur të përzihem në domenin e ekspertëve të drejtësisë, sepse është lëmi e tyre dhe nëse nuk jemi të kërcënuar e të shantazhuar siç ndodh me partitë politike, të cilat për të ardhur në pushtet i urdhërojnë deputetët që të votojnë sipas interesave të tyre dhe lënë anash popullin të cilit ja kërkojnë votën duke anashkaluar e nënçmuar për interesa partijake kapjeriste. A ka ndonjë vërejtje tjetër ndaj zonjës Haxhiu përpos etiketimit si përçarëse, që mendoi se ajo bashkë me kryeministrin Albin Kurti respektivisht parimeve programore, demokratike e politike dhe njëherë shprentimeve të dhëna sovranit gjatë fushatës elektorale, se me çdo kusht dhe pa hezitim do ta luftonin krimin, korrupsionin, pasurimin e jashtëligjshëm deri te konfiskimi i pasurisë së të gjithë zyrtarëve publik, qoftë edhe familjarëve të tyre dhe palëve të treta, që në kupton persona të cilët dyshohet se u është bartur pasuria e zyrtarëve publik. Këto veprime të guximshme me interes shoqëror mund t'i realizojnë vetëm njerëzit e pakorruptuar, të papasuruar në mënyrë të jashtëligjshme, duke mos e vjedhur popullin, shtëpinë, shtetin. Ata nuk dorëzohen as nga shantazhimet. Partitë opozitare të gjendura në një panik se realizimi i këtyre masave sigurisht që do të shkojë përmes gjykatave, të cilat gjithsesi duhet të sigurohet imuniteti dhe siguria në zbatimin e ligjit, duke e mbrojtur nga kërcënimet e shantazhimet, siç ka ndodhur në të kaluarën, kur disa nga ata u desh të shpërngullen jashtë vendit. Nëse zbatohen këto masa programore, shumë nga ata mund të dalin para drejtësisë, të cilët përpos kthimit të pasurisë duhet të përballen edhe me masa të tjera ligjore deri te dënimi me burg sipas veprave penale, nënvizoi ai. Sipas tij, motoja Albania si kryeministër i bie mohimi kontrollit dhe shtrirjes së sovranitetit të Serbisë në qeverisjen e tij nga pjesa veriore e shtetit pas 26 vitesh. Okturnët, shpendët e errësirës, pra opozita në koordinim si gjithmonë me listën serbe, si garantuese për sigurimin e votave për të ardhur në pushtet, qëllimet e tyre janë të përbashkëta sipas direktivave dhe apetiteve ruso-serbe me moton Albin Kurti si kryeministër, që i bie mohimi i kontrollit dhe shtrirjes së sovranitetit të Serbisë në qeverisjen e tij nga pjesa veriore e shtetit pas 26 vitesh, ka shtuar ai. Tentativat për ndarje të Kosovës. Më tej, Shala rikujtoi edhe tentativat për ndarjen e Kosovës nga viti 99 e deri tek viti 2020, ku protagonist ishte Richard Grenell. Prandaj, sipas këtyre pretendimeve të palëve të interesit, është që të rikthehet gjendja më parshme në veri, duke në kuptuar ndarjen sipas dakordimeve të ishull dhe hiqesve të pasluftës, të cilët qysh në vitin 1999, me ndihmën e agjenturave të huaja, u pajtuan që veriu të ndahet, duke e penguar popullatën shqiptare të kthehet në shtëpi dhe tokat e tyre në pjesën veriore, duke i shndërruar në emigrant në pjesën jugore të qytetit të Mitrovicës. Kjo vazhdoi me 2020-ën, kur caktua takimi me Aleksandar Vučić në shtëpinë e bardhë në prezencën e presidentit Trump, pasi ishte arritur pëlqimi paraprak për ndarjen e veriut, ku opozita kishte zhvilluar takime të fshehta me ish ambasadorin në Gjermani, më vonë edhe të deleguarin për çështje dardane Richard Grenell, ky i fundit në një deklaratë të dhënë për median, pas akuzave se ishte i angazhuar për ndarjen e Kosovës, ai publikisht u prononcua: "Nuk shkova unë në zyra të PDK-s dhe LDK-s për t'ju thënë që ta ndajnë Kosovën, por ata erdhën te zyra ime në Berlin e më thanë se jemi gati ta ndajmë Kosovën", shton Shala. Sipas tij,
Në 6 ndodhi kur 2 përfaqësues të PDK-s u takuan me disa zyrtarë të Parlamentit Evropian, duke u kërkuar që masat sanksionet ndaj Kosovës të mos hiqen. Qëllimi për të dëmtuar Kurtin pa menduar se po e dëmtojnë popullin dhe Republikën e Dardanis. Pse gjithë kjo këmbgulje opozitës që Albin Kurtja se si mos të vijë në krye të qeverisë? Për Serbinë dhe Lisën serbe e kuptueshme, sepse këta veprojnë sipas diktatit të Moskës, por pse opozita shqiptare është aq këmbgulse në këtë drejtim? Për post turpit, është e rrezikshme dhe e papranueshme për çdo shqiptar. Bashkëpunimi politik e biznesor i ish presidentit e ish kryeministrit, të cilive ardhja në pushtet, ju sigurua përmes votave të organizatës terroriste Lista Serbe, e cila nuk e njeh Republikën e Dardanis, nuk i pranon shërbimet zyrtare shtetërore dhe i injoron ato në mënyrë nënçmuese e poshtëruese. Nuk mund të kuptohet. Asnjëri prej këtyre dy udhëheqësve shtetërore as opozita aktuale shqipfolse nuk e ndalon bashkëpunimin me këtë organizatë, edhe pas të gjitha krimeve të kryera nga kryeterroristi Mila Radojčić në Gjakove Dukagjin. Përkundra si gjetën forcë të bashkëpunojnë ngushtë dhe ta mirëpresin në zyrat më të larta shtetërore, shton ai. A mund të thuhet se ish udhëheqësit shtetërore politik dhe të tanishmit në krye të partive opozitare si trashëgimia e atyre politikave janë të shantazhuar nga Serbia për veprimet e përbashkëta kriminalo-korruptive, për të cilat Serbia përmes shërbimeve të saj sekrete posedon informata me të cilat i kërcënon se do t'i bëj publike. Pyet Çala, të gjithë kundër Albin Kurtit, ja pse? Ai rikujton se Aleksandar Vučić publikisht ju kërcënua bashkëpunëtorëve shqipfolës se do t'ua bëj publike emrat e secilit prej tyre. Prandaj ky rysh i papar dhe i fuqishëm i opozitës së bashkuar kundër Kurtit e arsyeton brengën, mbase edhe të vërtetën se diçka monstruoze po përgatitet kundër shtetit dhe individëve, qofte edhe me kërcënime fizike anonime ndaj tij. Oligarkët vendor dhe në mëgim të bashkuar janë në vlugun e veprimtarisë kundër Albin Kurtit, që mos t'i mundsohet të ulet në karrigën e kryeministrit për mandatin e tretë, sepse ai plotoi këta oligark jakurish, që nga themelimi i bizneseve të tyre të regjistruara në Serbi deri tek shpërdorimi i mjeteve të kompanive dardane, duke u shkaktuar dëme të mëdha financiare deri te bankrotimi i disa prej tyre. Publicisti shqiptaro-amerikan thot se partitë politike, përmes oligarkëve me të cilët bashkëpunojnë duke i financuar e kontrolluar ato, si dhe disa të ashtë quajtur analistë dhe disa televizione e portalit të njohura për opinionin dardan dhe më gjërë, shtoi ai, sipas Çalës, ish udhëheqësja shtetërore partjake, disa në Hagë të tjerë në liri, pa mëshirë vodhën këtë shtet dhe popull, pa u skuqur fare. Këtë që janë në liri përpiqen para masave qytetare sindikale me kritika për gjendjen e rëndë ekonomiko-sociale, pa menduar fare se ky popull e di se kush janë hajnat, multimilioner, por pse heshtin? Duhet të theksoj për herë të parë publikisht se pas 27 vitesh pune në vendlindje, nuk e kam shfrytzuar të drejtën e pensionit. Për herë të parë pas luftës kam shkuar në vendlindje, pasi pata një rast vdekje, më pyetën nëse e marr pensionin sikur të gjithë të tjerët. U thash se vërtet nuk mund të bëj një gjë të tillë, pasi ndodhem në SBA dhe si do të më shikoj punëtorja, ose sikur unë të isha në vendin e tyre, kur të them se ku jetoj. Tani i pyes këta që u pasuruan duke vjedhur vendin dhe popullin të cilit i takojnë, a nuk turpërohen për hajnin megalomane, duke ja marrë një pjesë nga ajo që i takon fëmijës, pensionistit, veteranit të vërtet. Skam norëve që jetojnë në ekstreme sociale, u shpreh ai. Sipas Çalës, ka disa arsye pse opozita u hasmua me Kurtin kryeministër. Sepse ai u ahoshi nga duart terminalet private, u ndërpriu bizneset ilegale, u ahoshi tenderët përmes të cilëve u pasuruan dhe u fuqizuan aq shumë saqë tani i drejtojnë vetë partitë politike ku bëjnë pjesë. Në të kundërt, asnjë vendim nuk guxojnë ta marrin pa pëlqimin e tyre. Ata të cilët ai zbuloi dhe u ndërpreu këto ke shpërdorime abuzime, të frustruara që praktik mbi 20 vjeçare toleruar dhe e përpjekur nga ish klasa politike shtetërore, deklaruan se në zgjedhjet e 9 marsit, më parë do t'ja japin votën një shkjau se sa Albin Kurtit.
Merrni me mend. Po krijohet një narracion bullizimi politik që sjell përçarje dhe nxit veprime në stilin e harambashëve që nuk njohin kushtetutën, ligjin dhe shtetin, duke u ngritur mbi to. Është interesante që këto rahajoks nuk e patën guximin të largojnë zyrën paralele serbe në zemrën e drenicës erike, përderisa Kurti largoi të gjithë nga veriu i Mitrovicës, përfshirë edhe këtë në drenicë, shprehet ai. Publicisti tregoi gjithashtu se kush po e pengon zhbllokimin e institucioneve dhe pse partitë politike opozitare po insistojnë në përfshirjen e faktorit ndërkombëtar, respektivisht ambasadën amerikane, siç e quajnë ata, figurativisht Dragodanin. Kjo tregon se ish udhëheqësit e paaftë të korruptuar dhe të shantazhuar janë shndërruar në pakurrizor në dëm të shtetit, duke bërë lëshime ndaj Serbisë, duke nënshkruar marrëveshje dhe dokumente me pasoje fatale për të ardhmen e vendit, me të cilat po ballafaqohemi sot. Siç që ceka në këtë artikull të shantazhuar nga Serbia, nuk kanë qenë në gjendje të kundërvijen me argumente, prandaj kanë pranuar gjithçka. E pranuan kërcënimin në trupin e Derdanis, asociacionin e komunave me shumicë serbe, në anën tjetër me Amerikën, në gojë gjoja si pro-amerikan, vodhën pa mëshirë, duke përkulur me stilin lepepeqe, jo për ta kundërshtuar atë Amerikën, por për të mbrojtur interesat e vendit përmes argumenteve duke e paraqitur Serbinë si agresore me pretendime territoriale. Miku ynë historik e shpëtimtar e di këtë, por pyetja është cili është qëndrimi dhe angazhimi yt si përfaqësues i shtetit dhe popullit tënd. Ata heshtin. Një gjë është e pakontestueshme, pa sovranitet të plot në tërë territorin e vendit, në kuptimin e zbatimit të kushtetutës dhe ligjeve, pa ndërhyrjen dhe përzierjen e Serbisë përmes organizatave terroriste, lista serbe dora zgjatur e saj, që qeveria Kurti II-ja hoqi nga dora, çdo ndihmë apo donacion ekonomik që do ta pranohej në këmbim të sovranitetit do t'ishte kalim në një agoni të rrezikshme për vendin, theksoi ai. Prandaj, Shala thot se sovrani duhet të përcaktohet për një shtet pavarur e sovran apo për një gjysmë shtet me Serbin tutor dhe okupator në të ardhmen. Me Albin Kurtin kjo kur nuk do të ndodh, sepse ai kur nuk do të dorëzohet para asnjë presioni, duke zbatuar filozofinë e njohur të presidentit Trump, America First, për Kurtin vlen Dardania First, Dardania e para. Opozita për këtë arsye i friksohet zgjedhjeve të jashtëzakonshme, sepse nuk ka guximin as moralin për një shndrim të tillë. Këta që thirrën në luftë që e bën dhe e çliruan vendin nuk po e shpjegojnë se si ai moral u zbe para magnetit të lekut, kapitalit dhe epsheve për pushtet. Populli duhet të zgjedh në mes të Albin Kurtit kryeministër dhe një shteti sovran apo opozitës me Serbin brenda, me asociacionin sipas kërkesës serbe, që nuk kupton një shtet me sovranitet të kontrolluar dhe të kufizuar nga Serbia dhe aleatet e saj. Përgjigjja dhe përgjegjësia është e juaja, përfundoi ai.